pothuajse ka 3 ditë që rreshtet me territorin e Bashkisë Malësisë Madhe kanë qenë shumë intensive dhe pa detyrim që kanë shkaktuar edhe problematika në gjithë territorin, por duke patur parasysh masat e marrë edhe më parë nga Bashkia Malësisë Madhe dhe me kryetarin e bashkisë zotin Tonin Marinej dhe gjitha strukturat e emergjencat civile të zjarfisë apo dhe drejtorive të tjera të cilet janë në jurisdiksion të shtabit të emergjencave civile kanë ndërhyrë në kohë duke evituar në radhë të parë dëmet në jetën e njerëzve dhe dëmet në jetën me familje dhe në shtëpi apo pronat e qytetarëve. Qartë, pra deri më tani është bërë kjo gjë, por ka pasur një raportim që fshati Flak vijon të jetë i bllokuar si pasojë e prurjeve të porrojit, është e vërtet? Po, është e vërtet që është një nga ngrenat ndoshta më kryesore sot për sot në gjithë territorin e Bashkisë Malësisë Madhe, situata për zgjat porrojit të thatë edhe konkretisht në mes të fshatit Kamiz dhe fshatit Flak. Ne e kemi marrë situatën në dorë, normal që prurjet e mëdha kanë shkaktuar probleme dhe shkutje të lëvizjeve dhe qarkullimit të mjeteve dhe të njerëzve në fshatin Flak, por ne e kemi bërë evident, jo vetëm sot, por edhe më përpara, se sa të ndodhin situata të tilla të rreshjeve, edhe jemi edhe sot bile kemi patur inspektimin nga ana e prefektës dhe strukturave të emergjencave të rajonit të Qarkut Shkodër dhe jemi duke bashkëpunuar me strukturat e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, por edhe të Ministrisë së Mbrojtjes së Veriut, që bëhet e mundur që në një perspektivë të afërt të krijohet një mundësi ndërtimi një ure të cilët do të kishte zgjidhur një herë mirë problemin në mes të dy fshatrave dhe komunitetit që jeton në këto fshatra.